Një tjetër talent i futbollit me origjinë shqiptare ka zgjedhur të veshë fanellën kuqezi. Oliver Blini, sulmuesi i ri me prejardhje nga Dukegjini i Shkodrës, ka vendosur të largohet nga përfaqësuesja e Italisë dhe të bashkohet kombëtares shqiptare. Vendimi i tij është konkretizuar, ku Blini është bashkuar me ekipin U19 të Shqipërisë. I lindur në vitin 2008 dhe pjesë e Akademisë së Empolit, Blini ka qenë një nga emrat më premtues në ekipet e moshave të Italisë. Me fanellën azure ai ka zhvilluar plot 38 ndeshje dhe ka realizuar 17 gola, statistika që flasin për potencialin e tij të madh dhe për vëmendjen që ka tërhequr në ambientin futbollistik italian. Megjithatë, pavarësisht rrugës së ndërtuar atje, Blini ka zgjedhur të ndjek zemrën dhe rrënjët e tij shqiptare. Rikthimi i tij në kombëtaren shqiptare nuk është i pari. Në moshën 14 vjeçare, Blini kishte veshur më herët fanellën kuqezi duke shënuar 2 gola në 2 ndeshje. Tani me më shumë eksperiencë dhe pjekuri futbollistike, ai rikthehet për të dhënë kontributin e tij në një fazë të rëndësishme të zhvillimit të karrierës. Në grumbullimin e U19-s së Shqipërisë, Blini gjen edhe një tjetër talent nga Dukegjini, Gabriel Kulla. Ky i fundit është rritur në Shkodër dhe më pas është transferuar në Itali, duke ndjekur një rrugë të ngjashme me atë të Blinit. Prania e dy futbollistëve nga e njëjta zonë tregon se Dukegjini dhe Shkodra vazhdojnë të jenë një vatër e rëndësishme e talenteve për futbollin shqiptar. Vendimi i Oliver Blinit shihet si një sinjal pozitiv për të ardhmen e kombëtares shqiptare, duke dëshmuar se gjithnjë më shumë lojtarë të rinj me formim jashtë vendit po zgjedhin të përfaqësojnë ngjyrat kuqezi dhe të kontribuojnë në ndërtimin e brezit të ri të kombëtares.